Detaje nga ceremonia, Princ Leka dhe Blerta Celibashi konfirmojnë martesën. Pas një fejese të organizuar në jug të Shqipërisë, Princ Leka dhe Blerta Celibashi po përgatiten për hapjen e radhës, ceremoninë e martesës. Lajmi është konfirmuar nga vetë princi për revistën franceze Point de Vue, duke dhënë detaje mbi planin e çiftit. Kujtojmë se fejesa u mbajt në një kompleks privat mes gjelbërimit pishave dhe me një panoram të hapur drejt detit në një atmosferë të qetë dhe tepër intime. Të njëjtën frymë, larg bujës dhe formaliteteve të tepërta, çifti synon të ruajë edhe në ditën e dasmës, e cila pritet organizohet brenda pak muajsh, ndërsa organizimi është ende në fazën përfundimtare. Në rrëfimin e tij për mediat franceze, Princ Leka thekson se prioriteti kryesor është thjeshtësia dhe ndarja e momentit me njerëzit më të afërt. Ai shton se dëshira e tyre është një ceremoni pa teprime që të mbetet autentike dhe e veçantë.